بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه الشرفاء وبعد فالأدرين ذا الأدرات إتاقين الله جل جلاله صلاة السلام وتوفش ببيغمبر صلى الله عليه وسلم بفاميلën e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre të ditën e gjykimit. Allahumma amin. Vazhdojmë me kapitullin e radhës në librin Kitab at-Tauhid të djetarit Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kapitulli i radhës flet al-khawfu min ash-shirk, frika prej shirkut. Kanë thënë djetarët në shpjegimin e këtij libri përshtatshmëria e kësaj kapitine pas dy kapitinave të lartë përmendura. Kapitina e parë ishte obligueshmëria e realizimit të tauhidit. Kapitina e dytë fliste për vlerën e tauhidit. Dhe kjo kapitin flet për frikën prej tauhidit. Se besimtari duhet me pas frikë që mos të bjen në shirk. Pse? Cila është përshtatshmëria? Kanë thënë, për shkak se ka mundësi njeriu të paraqitet në zemrën e tij një ide se në qoftë se ai e realizon tauhidin, e ka kryer punën. Ka mundësi njeriu të vjen ideja se në qoftë se unë e realizoj tauhidin, nuk i bëj shirk Allahut subhanahu wa taala, e realizoj tauhidin, e kam punë të mirë në çështën e tauhidit, u kryej më punë. S'ka më rrezik, nuk ekziston rreziku. E ka pru këtë kapitin pas vlerës së tauhidit, pas obligueshmërisë së tauhidit, që më na tregon neve që deri në momentin e fundit të daljes prej kësaj bote, na duhet me pas kujdes, na duhet të friksohemi që mos i bëjmë shirk Allahut subhanahu wa taala. Dhe ka pru dy ajete kuranore për rrezikun e shirkut. Tha Allahu subhanahu wa taala: Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu nuk fal që t'i bëhet ati ortak diçka në adhurim. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dhe Allahu i afal, dhe Allahu fal gjithçka që është në kategori më poshtë se shirku. Jo gjithçka poshtë shirkut, po gjithçka që është më poshtë në kategori prej shirkut. Pra prej mëkateve. Liman yasha, kujna don Allahu subhanahu wa taala. Kanë thënë dietarët, pse kështu e ka bërë Allahu xhela xhelaluhu me kapitinën e shirkut? Edhe pse në fotografi tek shumë prej njerëzve, shumë prej mëkateve tjera janë më të vrashta, janë më të neveritshme se sa shirku. E Allahu këto, edhe pse janë të vrashta dhe të neveritshme, ka mundësi Allahu i fal kujnat ja don, kurse shirku nuk e fal. Tash kemi parasysh, na kemi fotografin përpara të shumë njerëzve që në qoftë se ata shohin dikën i cili bën ndonjë prej mëkateve të mëdha, e bëjnë punën shumë ekstreme të keqe. Kurse ka mundësi, po i njëjti person nuk e shef kështu gjendjen me dikën i cili i bën shirk Allahut subhanahu wa taala. Dikush që i bën shirk të madh Allahut dhe dikush i cili bën zina, njihet për zina, njihet për pirs i alkoolit, njihet për bixhos, njihet për padrejtësi, edhe kështu me radhë. Dhe ka shumë prej njerëzve, mos tham shumica, po ka shumë prej njerëzve që në sytë e tyre shirku është më i thjesht, diçka jo shumë e madhe se sa mëkatet e mëdha, për shkak neverisë që kanë këto mëkate. Zinaja, alkooli, vjedhja, edhe kështu me radhë. Kurse në peshorën e Allahu subhanahu wa taala, shirku është më e keq.
Shirku është më i vrasht, shirku është më i neveritshëm. Pse? Për shkak se tek të gjithë mëkatet përpos shirkut, gjitha mëkatet që janë në kategori më pas se shirku, në të gjitha prej tyre, thojnë dietarët, ka mundësi njeriu me pas epsh, me pas hise të epshit dhe kënaqësisë epshore kur i bën këto mëkate. Kurse sa i përket shirkut, është te kalimi i kufive dhe padrejtësi karshi Allahut subhanahu wa taala. Dhe padrejtësi karshi Allahut subhanahu wa taala. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ky Kur'anor ne vetëm son shumë sa. Jo se besimtari duhet mos të jetë i kujdesshëm ndaj mëkateve. Jo. Po Allahu këtu po na tregon neve për rëndësinë e kujdesit ndaj besimit, ndaj tauhidit dhe frikën që besimtari duhet me pas me vete që mos mi bësh shirk Allahut. Pse? Se këtu është vija e kuqe. Si të preket kalot kjo vijë, rreziku është shumë i madh. Sa është rreziku i madh se Allahu nuk ja fal kërkuina. Kërkuina, Allahu i shpalli pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në surën Al-An'am 17 pejgamber. Dhe pastaj i tha: "Wa in ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun." E sikur ata, supozimisht po themi, sikur ata t'i bënin Allahut shirk, Allahu do t'ja u asgjësonte veprat që ata i kanë vepruar. Pejgambert e Allahut subhanahu wa taala. Po dikush tjetër pos pejgamberve është edhe më përparësor me ju asgjësu veprat dhe me dalë para Allahut subhanahu wa taala i falementuar. Kanë thënë dietar, të ky ajet e ka për qëllim shirkun e madh vetëm apo edhe shirkun e vogël? Te Ibn Taymije, Allahu më shiroft, kemi citate ku thotë se as të voglin, as të madhin prej shirkeve nuk i falë Allah s.w.t. Vetëm se me shirk të madh, kush e takon Allahun, shkon në xhenemin për gjithmonë, e me shirk të vogël dënohet dhe nuk ja falë Allahu, e dënon Allahu në gjykimit për shkak shirkut. Dhe ka citate ku përmend që Allahu nuk e falë veç të madhin, kurse shirkun e vogël e falë Allah s.w.t. Sidoqoftë, mendimi më i saktë, rreziku nga zjarri i xhenemit është i padiskutueshëm. Rreziku është i padiskutueshëm. Dhe për këtë shkak, na duhet të jemi shumë të kujdesshëm mos me i bësh shirk Allahu subhanahu wa taala, as shirk të madh e as shirk të vogël, Allahu na ruaj. E tash në qoftë se na jemi të kujdesshëm ndaj shirkut, a do të thonë që duhet të shri kam të rahat karshi mëkateve? Për shkak se është edhe një kësi ide, apo? Ekziston edhe një kësi ide në mesin e muslimanëve se o vëlla, o i motër, me rëndësia mos mi bëj shirk Allahut. E gjunahën s'duhet me bë, ama dyqysh ma e thjesht pak kjo. Ose kur ti thu, o vëlla, kebe frikë Allahun, se kjo gjunahë. O vëlla, mos o shirk. O vëlla, mos o kufër. Po zubëm i këshin meselë veç, kufër o shirk. Ka shumë prej vllaznive edhe motrave, kur të bëjmë pyetje për ndonjë punë, për shemb, me bën ndonjë punë, ndonjë biznes, ndonjë lëvizje, çka vepër kufër o shirk. Kufër nuk ka, më gjuna është. Kufër nuk është, ama mëkat është. Ti kur ta bësh këtë vepër nuk bosh kafir. Ama krejt çka vjen prej kësaj veprës është gjunaje. Mëkatar. Dyqysh kjo mesela e mëkatit pak e thjesht, aq se sa kur gjatë kjo. Thotë Ibn Kaimi, Allah më shiroft. Ai njeri i cili është i vazhdueshëm në mëkate. Ai njeri i cili është i vazhdueshëm në mëkate. Mëkatet e tij do të bëjnë që ky person patjetër më thonë pa diskutueshme këtë çështje. Mëkatet e tij do të bëjnë që ky njeri shpreson tek dikush tjetër pas Allahut.
ketë frikë për dikujt tjetër pas Allahut. Ta don dikant tjetër pas Allahut. Ta mbështetet tek dikush tjetër pas Allahut. Ai nuk e thot me gjuhë këta. Po gjuha e gjendjes së tij është kështu. Thotë dhe në këtë mënyrë do të fundoset në detrat e shirkut. Ti thu, anë shirk me rëndësi mos i bësh shirk Allahut. Po nëpërmjet mëkateve kiron shirk që ti se ki ndoshta i del. Allahu na ruaj. A ka mundësi me qenë zemra e mëkatarit fort e mbështetur tek Allahu subhanahu wa taala? Po thamë mëkatarit që është i vazhdueshëm, këmbgulës në XX mëkate. S'po flas për mëkatar këtë, na këtë nga mëkatar, këtë nuk shpëton kërkush me mëkateve. Po për dikani i cili është këmbgulës në mëkate dhe nuk i kushton vëmendje kësaj, s'ka mundësi zemra ti me qenë e pastër në raport me Allahu subhanahu wa taala. Patjetër është me pas defekte. E këto defekte janë postjer që e dërgojnë njeriu prej mëkat në kufër ose në shirk. Allahu na ruaj. E Allahu thënë në Kur'an, inna shirka la dhulmun adhim, me të vërtetë shirku është padrejtësi e madhe. Sa duhet të friksohemi prej shirkut? Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an, në shumë ajete kuranore, e këshillon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si vuli pejgamberisë dhe na këshillon neve që na të pasojmë kan Ibrahim a.s. Wattabi' millata Ibrahima hanifa. Dhe ti pasoje fen e Ibrahimit, i cili ka qenë i pastër prej shirkut. E fen e Ibrahimit a.s. apo rrugën e Ibrahimit a.s. e cekëm edhe pasimi i jom i rrugës e Ibrahimit a.s. edhe i fejës e Ibrahimit a.s. nuk është veç një tematik për tematikave. Nuk është veç një pik prej pikave të pasimit. Po është feja e tij komplet. Është jeta e tij komplet. Është qasja e tij komplet. E një prej pikave shumë të rëndësishme, që shumë prej neve jemi të pakujdesshëm ndaj kësaj pike, është se ai, edhe pse Allahu xhelle xhelaluhu e kishte bërë dost për veten e tij. Wattakhadha Allahu Ibrahima khalila, tha Allah. Dhe Allahu e mur Ibrahimin dost. Dhe ishte prej pejgamberëve të dalluar. Prej krejt pejgamberëve Allah i dalloi 5 pejgamber, prej këtyre 5 i dalloi 2. Një prej këtyre 2 ishte Ibrahimi alayhis salam e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe prej këtyre 2 dalloi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Ka shi krejt kësaj, ka shi shumë testeve që i dha Ibrahimi alayhis salam. Ka shi shumë sfidave që i kaloi Ibrahimi alayhis salam. Ka shi shumë problemeve që i kaloi Ibrahimi alayhis salam. Që jam të i thonë sfida, probleme, a e dim në që ka kalu Ibrahimi alayhis salam? A e kemi na idenë se me çfarë sprova është ballafaqu Ibrahimi alayhis salam edhe ka dalë faqebardh. Ka dalë me sukses, më të mirën. Ka shikret kësaj, ka fundi jetës i ka thënë këto fjalë. Sprova me popullin ku ka qenë i ri, thyrja e idhujve që ata i kanë adhuru, ballafaqimi me parin, dëbimi prej babas së tij, largimi prej vendit, problemi me mbretin, sprova me bashortën e tij për ta marrë Ismail alayhis salam me dërguën Qabe, ku i tha Allah, Rabbana Rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram Rabbana liyuqimu as-salat. O Allah, unë familjen time e lash me një lugim të thatë, shkret, midis shkretinës e kalon. As uj, as njerëz, as dru, as kur gjo. Toka, qielli, dielli, kur gjo tjetër. Po kjo e madhe shumë. Sot të përtarë në xhami, namaz sabah, dush me dhoni një farë raportit e gratë të shtëpia. Ose me mungu pak gjatë ditës të shtëpia, dush me dhoni një farë raportit kush është mbrëmje. Se pse e vënu që të shumë. Edhe pse në shtëpitë tona smungon kur gjo. Ushqimi po, veshmbathja po, strehimi po, nxemja po, krejt janë rregulla.
Megjithatë gjatë ditës dush me e boni telefon ose duhet me ta bëj dikush në telefon me të marrë pyetje ku je dhe ku s'je. Askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi zarr. E lash familjen në një lugin të shkret, fat. Kjo s'provë e madhe. E lash dhe u ka kthy në shar. Pastaj Allah e ka urdhëruar mas do vjetë me arë çat familje që e ka lanë me vlat, bashortë me fëmijën të vogël, lirek të vogël, çat fëmijë i cili është rrit larg prindit, larg babës, e kush ka qenë baba, Ibrahim Islam çat fëmijë me thënë kurban me bë. Edhe i dha krejt testet. Çka i tha? I tha Allahut وَجُنُبَنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. I tha Allahu Jelle Jelaluhu, o Allah, o Zot, më largo mua prej adhurimit të idhujve. Më largo mua dhe pasardhësit e mi prej adhurimit të idhujve. Innahunna adlalna kathiran min an-nas. Për shkak se idhujt i kanë devijuar shumë prej njerëzve. Tash kohën tonë moderne, po, të na. Fal njerëzve janë konë ato që kanë adhuruar drunë. Ajo logjikisht nuk janë tamam ato. A di me sa njerëz adhurojnë lopën sot në dunjë? A di sa njerëz adhurojnë Budën? Në Kinë edhe ato shtete tjera. A di sa numri madh? Ai gurin adhuron. E kanë gëdhënë edhe çata adhuron. Ne kena pona shumë video, tu e mojt Zotin e tyre dhe ju bje. E thënë kryhen Zoti i tyre. Edhe ata apet e riparojnë edhe e adhurojnë. A nuk ka fitnë kjo? Po kjo fitnë shumë e madhe. E Ibrahim e ka ditë këtë. E ka kuptu këtë realitet. Këto idhuj i kanë deviju shumë për njerëzve. Më ruaj mua që mos t'i adhuroj idhujt. Sa është përqindja e duas gjatë ditës tonë, ka shi Allah që Allah më na ruaj prej adhurimit të idhujve. Adhurimit të statujave. Po thuaj se heq se bina këtë dua. Se? Ja, për s'ka shansa. A jeve normal ti. Tha kjo tematik s'kur është e kena siguru në këtë qështje. Ta është puna është, a jemi në Gjennetul Firdaus, apo jemi në Gjennetul Aden, apo ku jena në Gjennet? Se për ndrysh është. Së diskutohet për në Gjennet kena i krejt. Ama Ibrahim Islam në ka dhënë neve mësim. Se në qofë se një pejgamber i Allah prej matë dalumve, që Allah në ka obligu të pasojnë ata, fejnë ati, e ka bu këtë dua Allah në Gjellalu, na jemi edhe më përparsojnë bu këtë dua, ditë edhe natë, o Allah, në ruaj dënimi, në ruaj udhëzimi tonë. Dhe pejgamberi se sem në mësë neve njëtë, tha ja mu kalli bel kulub, thëbbit kalbi ala dinik. O rutullues i zemrave, përqëndroj zemrat tona në fejnë tante. Se ka qenë friga e sahabëve, edhim rastin e Omer ibn Khattabit radiallahu anhu, i cili shkoi te Hudhaifa radiallahu anhu dhe i tha: "A jam në listën e munafikëve që ka shënuar pejgamberi sa?" Ai e dinte që nuk ka, Allahi. A më nëna natë që në Omer ibn Khattabit ka mënuar që munafika. Po pejgamberi sa në dunjë ka thonë Omer në xhennet. Omer në xhennet. Omer ibn Khattabit ka qenë prezent kur është dridh Uhudi, e pejgamberi se më ka thonë Uhudit, uthbut ja Uhud. Qëndro, o Uhud, se mbi teje është një pejgamber, një siddik edhe dy shahida. Një pejgamber Muhamedi s.a.s. Një siddik Ebu Bekri, dy shahida Omeri edhe Uthmani radhiyallahu kanë qenë. Po pse ka pyet ta qetësoj zemrën? Ta qetësoj zemrën. Thot Ibn Abi Mulejke, أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. Sot I kam taku 30 prej shokët pejgamberit sa stem, secili prej tyre u friksonte prej nifakut tek vetja. A janë tut muslimanë munafikat mëdha që shikojnë vezvese shumë prej trive.
përgjithësi, kur të zoni vend ideja që qafirite, me një fakt të madh. Jo, janë friksu për një fakt të vogël. Për shefatësis, mos të bëjnë një fakt të vogël Allahut subhanahu wa ta'ala. Argumentin tjetër që ka sjell hoxha në këtë kapitull, hadithin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilën Imam Ahmedi, se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar fa su'ila anhu fa qala ar-riya. Tha, sendi që më shumë të friksohen për juve është shirku i vogël. Është shirku i vogël. Fa su'ila an është pyet për shirkun e vogël, ka thonë syfatësia. Pra sendi që më shumë të friksohen, që mos të bini jo në ata, është syfatësia. Dhe kjo është shumë e rrezikshme. Dhe kjo është shumë e hollë. Dhe kjo është pothuajse shumë e pavorrejtshme, nuk vërehet. Nuk mundet me vërejt njeriu. Rreziku këta është shumë i madh. Rreziku këta është shumë i madh. Çfarë thonë syfatësia? Me i bë veprat për dikant tjetër posa Allahut subhanahu wa taala. Kjo është syfatësia. Syfatësia pastaj ndahet në syfatësi e madhe, në fakt i madh që njeriu për feja Allahu na ruaj, edhe syfatësi e vogël. Kanë thënë dietar. Syfatësia ndahet në dy kategori. Kategoria e parë është syfatësia e cila është në esencën e veprës. Pra esencialisht veprën e bën për dikant tjetër, jo për Allah. Kjo është syfatësia e madhe, që nxjerr njeriu prej feje, Allahu na ruaj. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith të saktë, ana aghna shurakai an ash-shirk. Faman amila amalan ashraka ma'i fihi ghayri taraktuhu wa shirka. Unë jam më i panevojshëm me mbo shirk. Më i panevojshëm me mbo shirk. Ai i cili vepron një vepër, në të cilën e ban dikant tjetër ortak me mua në atë vepër, taraktuhu wa shirka. Unë e praktisi atë edhe shirkun e tij. Kjo është shirku i madh që nxjerr njeriu prej feje. Ai i cili esencë fal namazin për dikant tjetër posa Allahut subhanahu wa taala. Ose vepra tjera i bën për dikant tjetër posa Allahut, jo për Allahun xhallahu. Sikur shembulli i Ubej Selurit dhe të tjerëve prej munafikëve. Dhe e dyta, an yakuna ar-riya'u tari'an 'ala al-ibada. Kategoria e dytë e syfatësisë është ajo syfatësi e cila paraqitet gjatë veprës. Njeriu fillon me bë veprën dhe nietën e ka sinqerisht për Allahun subhanahu wa taala, gjatë veprës i vjen syfatësia. Kanë thënë dietar. Në qoftë se i ndodh kjo gjendje ndahet në dy kategori. E para, an yudafi'uhu fa hadha la yadurruhu. E ka fillu për hir të Allahut subhanahu wa taala, gjatë veprës i vjen syfatësia. Thotë edhe largon më një herë. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, e largon më një herë, edhe vazhdon. Kjo nuk i ban dëm besimtarit. Kjo është çytje për shejtanin që mundohet me aprish veprën, besimtari e largon edhe vazhdon adhurimin. Thotë, në qoftë se e vazhdon, ka fillu për hir të Allahut subhanahu wa taala, dhe gjatë veprës i është paraqit pastaj syfatësia, edhe ky nuk e largon, po e vazhdon. Thotë, në qoftë se e vazhdon, atëherë kjo gjendje ndahet në dy kategori tjera. Kategoria e parë, në qoftë se vepra, fillimi dhe mbarimi janë të lidhura, apo mbarimi i veprës është i lidhur me, nuk është i saktë, pa fillimin e veprës, atëherë krejt vepra prishet. Për shembull namazi. Në qoftë se 4-3 rekat i ke falë si duhet, ama në rekat e ke prish nietën. A ka mundësi me të bëu dobi këto 3 rekat që i ke falë? Jo, prishet këtë vepra. Pse? Se fillimi dhe mbarimi janë të lidhta. A kemi qartë. Fillimi i namazit edhe mbarimi i namazit janë të lidhura. Dhe prishet komplet vepra. Ose ndonjë vepër tjetër, shumë janë ideja tash. Dhe ka vepra, nëse
e vazhdon sifatësinë, do të thonë paraqitet gjatë veprës dhe e vazhdon dhe fillimi dhe mbarimi janë të lidhura, prishet vepra, nuk pranohet. Edhe lloji i dytë i veprave janë vepra të cilat fillimi me mbarimin nuk janë të lidhura. Për shembull, sadakaja. I jep 50 euro për hir të Allahut, i jep edhe 50 tjera për hir të Allahut, i jep edhe 50 për hir të Allahut, e 54-shit e prish në jetën. Paraqitet vazhdia dhe vazhdon. Këto 150 që i ki dhon, këto të pranohen te Allahu subhanahu wa taala. Këto cilat që i jep vazhdim nuk pranohen. Ose duke lexuar Kur'an. Edhe lexon Kur'an për hir të Allahut subhanahu wa taala. Lexon. Vjen dikush, e janis me zbukuru zanët, janis me dre zanën. E jo me zbukuru për shkak se du të me zbukuru Kur'anin gjatë leximit, po për shkak personit që ka ardhur. Deri në çat minut që ke lexu për hir të Allahut, ajo vepër pranohet. Kjo pjesa tjetër nuk pranohet. Pse? Për shkak se leximi i Kur'anit, fillimi dhe mbarimi nuk janë të lidhura. A namazi është i lidhur. Nuk mundin me thonë këto 3 rekat janë si duhet e kjo e fundit u ka prish. Për shkak se janë të lidhura njëra me tjetrën. Allah Mesud radiallahu anhu transmeton hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë: "Man mata wa huwa yad'u lillahi wa man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Rawahu al-Bukhari. Ka thënë Abdullah Ibn Mesud radhiyallahu anhu, ai i cili vdek duke e lut dikant tjetër pas Allahut, ka me hyrë në zjarr. Ka me hyrë në zjarr. E tash, qysh me thonë që ka me hyrë në zjarr në përgjithmonë, ai i cili e adhuron dikant tjetër pas Allahut subhanahu wa taala, thotë argument për këtë se është përgjithmonë në zjarr, e për asam se ka përmendë që përgjithmonë, ka thonë hyrë në zjarr, por na themi është përgjithmonë. Ai që e lut dikant tjetër pas Allahut subhanahu wa taala në lutjen e adhurimit, jo në lutjen e çështjeve, lutjet të ibadetit. Thot Allahu subhanahu wa taala sura Maida ayat 72: "Innahu ma yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Ai cili ban shirk Allahut, Allahu ja ka bo haram xhennetin. Dhe qëndrimi i tij është në zjarr. Dhe për të padrejtit nuk ka ndihmues. E ati thonë dietar shpjegim, ati të cilët Allahu ja ka bo haram të ndaluar xhennetin, që s'ka vend tjetër jashtë xhenemit, ku ka me qenë përgjithmonë, se në xhennet s'mundet me hyrë. Se e ka ndaluar Allahu xhennetin për atë cili ban shirk Allahut subhanahu wa taala. Dhe argumenti tjetër, hadithi nga Jabir radhiyallahu anhu, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Man laqiya Allah la yushriku bihi shay'a dakhala al-janna. Wa man laqiyahu yushriku bihi shay'a dakhala an-nar." Ai i cili e takon Allahun duke i bërë shirk atij diçka, ai i cili e takon Allah duke mos i bërë shirk diçka, ka me hyrë në xhennet. Ai i cili e takon atë Allahu subhanahu wa taala duke i bërë shirk Allahut, ka me hyrë në zjarr. Kan thënë dietar, shumë është më rëndësi që njeriu të jetë i kujdesshëm në fjalët dhe veprat e tij. Që në qoftë se has pranim apo lavdrat për njerëzve për fjalë që i thot, mos të gëzohet se janë duke lavdruar njerëzit pse ky e ka thënë këtë fjalë. Po le të gëzohet pse njerëzit e lavdrojnë dhe e pranojnë këtë fjalë pse kjo fjalë është e vërteta, jo pse ky e ka thënë. Edhe për të keqë. Mos mërzitet për njerëzit kur flasin diçka pse ky e ka thënë. Po të mërzitet për të kotën që ky e thënë ndonjëherë. Për më thonë veprat me qenë kristal për Allah s.w.t. Mos me pas hise se që ka me thonë filani e që ka me thonë alani prej njerëzve. Po me qenë të pastër në raport me Allahun subhanahu wa ta'ala. A i cili të konë Allahun pa shirk, hynë gjennet. Hyrja e ti në gjennet në varët prej mëkateve. Aja falë Allahu gjele gjelaluhu,
as ja fal. A është pendu, a nuk është pendu. Mirë po herët ose vonë hyn në xhennet. Ai i cili takon Allah, duke bërë shirk Allah subhanahu wa taala, po sa që është shirk të madh, hyn në zjarr të xhenemit përgjithmonë, Allah na ruaj dhe nuk dal asnjëherë. Lutem Allah që Allah të na ruaj prej shirkut. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.